bazuar në tabelën që është në anën e djathtë. Ky transkriptues është përfshirë në transkriptin e vizitave të Fazliut, që është rreshti 1 në tabelë. Zonja sekretare, nëse mund ta shfaqni në ekran, emri është No, it's line. Kërkojnë ndjes është rreshti 2 në tabelë. Pra vizita e 2 korrikut, zotit Fazliu, shohim emrin e tij, SPO 3118. Në bazë të dokumenteve të nxjerrura nga ZPS-ja më herët, po e referon F900 para shtrimit të protokolluar F900 viz 6803, ky përkthyes ishte ka qenë i pranishëm gjatë 31 intervistave të ZPS-s apo kontakteve me dëshmitarë dhe bazuar në parashtrimin F906 802, faqe 4, gjithashtu ka qenë i përfshirë në 7 intervista të tjera të ZPS-s apo kontakte me personat, me dëshmitarët. Pra ai ka njohuri, njihet me dëshmitarët dhe në çështjet gjyqësore kryesore, në çështjen gjyqësore për krime lufte. Tani mund të shohim se kombësia e tij është holandez. Dhe pozicioni apo pozita e tij në ZPS është punon në ZPS që nga viti 2018 dhe është ekspert rishikues i dokumenteve përkthyes. Për shembull, pika e dytë përfshin përmbledhjen e dokumentave, përditësimin e të bazës së dhënave të ZPS-s, identifikimin, krahasimin e origjinalëve me versionin e përkthyer për të shmangur dyfishimet apo dokumentet e dyfishuara, kërkimi dhe marrja me njëhershme materialeve nga ZPS-ja që janë nga burimet e jashtme të dhënash. Pajtoheni që detyrat e këtij personi duken më shumë si analist se sa thjesht përkthim dhe transkriptim. Përgjigje për sa jam në gjendje të kuptoj nga ky shikim i shkurtër, po pyetje zonja sekretar, mund kalojmë faqen 6 tani të shkrimit dhe këtu mund të shohim se shkollimi dhe trajnimi profesionistit i tij janë pjesë të redaktuara. Ne shohim aty se shqipja është gjuha e tij, gjuha nënës. Për nevojat e procesit verbalit nuk përmendet në jetë shkrim, nuk ka asnjëherë përmendje të transkriptimet më parshme të incizimeve përmes masave të fshehta apo audio incizimeve të padalluara. Tani mund kalojmë tek faqja e parë e CV-s, bazuar në përmbledhjen e paraqitur për këtë staf dhe përfshirjen e tij në përkthime me gojë, por edhe rishikimin e dokumentave, çfarë mund të thuhet për ndikimin e mundshëm që ai mund të ketë patur në punën e tij. Përgjigje edhe këtu bazuar në këto informacione të shkurtër, apo këtë paraqitje të shkurtër të shumë gjërave që jam në gjendje të kuptoj në mënyrë të kufizuar atë që por duket që konfirmon ajo që ishte atë çështje e rasti më parshëm, që është se ka patur shumë ndërveprime midis punës lidhur me këtë çështje dhe punës me materiale gjyqësore. Pyetje, faleminderit, tani do t'ju tregoj një jetë shkrim tjetër të fundit. Zonja sekretare, mund të shfaqim në ekran SPOE 00411417. Kjo është jetë shkrimi i LA3, bazuar në tabelën që na u dha nga ZPS, që është akoma në djathtë të ekranit. Ky person ka qenë i përfshirë në krijimin apo rishikimin e 13 transkripteve të vizitave në qendrën e parabukimit bërë zotit Thaçi apo të bashkëakuzuarve të tij, në veçanti vizita e zotit Fazliu e 2 korrikut, vizita e Smakajt 9 shtator, rreshti 10, vizita e Smakajt
me 7 tetor rreshti 16. Emri i tij është LA3, dhe siç është shihni për shembull në rreshtin e dytë, ai është njëri prej personave përgjegjës për rishikimin e tërësishëm përfundimtar. Zonja sekretare, mund shkojmë pak më poshtë, më ngadalë, që të shohim sa shpesh paraqitet emri i tij në rishikimin, vlerësimin përfundimtar. Pra mund ta shikoni që ky person është përgjegjës pjesën më të madhe të rasteve për rishikimin përfundimtar. Për informacion tuaj, dua t'ju informoj se bazuar në parashtrimin e nxjerrë nga ZPS-ja më herët, po e referohem këtu parashtrimit F906-803 faqe 24. Ky përkthyes ka qenë i pranishëm gjatë 64 intervistave me dëshmitar apo kontakte me ta, thirrje telefonike dhe sipas parashtrimit F906-802 faqe 23 ka qenë po ashtu i pranishëm gjatë 17 intervistave apo kontakteve me dëshmitar, thirrje telefonike e tjera. Mund të rishikojmë të shohim jetëshkrimin e tij, mund të shohim se shtetësia e tij komësia e tij është shqiptar. Gjuha geg dhe tosk shqip, ka më shumë se 25 vite përboj. Mund të kalim në faqen tjetër, ju lutem, në fund. Rreshti i fundit i jetëshkrimit, përvoja, përvojë ndërkombëtare, i referohet transkriptimit, përkthimit të qindra orëve të incizimeve në gjuhën shqipe, përfshirë ato në qendrën e paraburgimit, incizime të tjera, përgjime, pra përgjime të incizuara, dhe kemi para ka punuar për KSC ZPS-n dhe kemi informacion për detyrat e tij. Tani kalojmë në faqen e fundit. Si diplom, ka një diplom përkthimi me shkrim dhe përkthimi me gojë dhe shqipja është gjuha e tij anëtare. Tani do doja t'ju bëj një pyetje të ngjashme me ato që bëra më herët, duke patur parasysh se ky person ka qenë i përfshirë a priori në krijimin apo rishikimin, vlerësimin e disa transkripteve të disa viziteve, ka qenë i pranishëm në më shumë se 70 intervista apo kontakte me dëshmitar. A mund të na thoni diçka lidhur me ndikimin e mundshëm që ky person mund të ketë patur? Përgjigje, mendoj që është e ngjashme atë që thash më herë, pra shohim këtë lloj ndërveprimi midis informacionit kontekstual dhe punës së bërë me transkriptet dhe përkthimet që kemi diskutuar. Dhe siç e tham më herët, kjo nuk është praktike mirë, shohim gjithashtu tekst të vërë në aftësitë e përkthimit me gojë dhe me shkrim. Dhe nuk pash ndonjë saktësi apo informacion për aftësitë të vërtetuara të transkriptimit të incizimeve audio të padallueshme, atë cilësisë së dobët. Mendoj që pash diçka për rishikimin për saktësi, verifikimin e saktësisë, por edhe këtu do të theksoja se njerëzit që kanë punuar në këtë fushë nuk flasin për verifikim saktësie, kur nuk kemi versionin e bazë të vërtetë, pra me fjalë të tjera të njohur transkriptin e saktë, faktualisht të njohur për ta krahasuar me transkriptet aktuale. Pra mendoj që më e afërta që mund bëjmë në terma të praktikës së mirë në këtë lloj pune, dhe ne do të kërkonim në këtë rast që të bënim një testim të transkriptuesve në materiale duke përdorur materiale të njohura. Pra materiale të vërtetuara faktike
Dhe transkriptuesit bëjnë transkriptin sipas udhëzimeve tona. Dhe në këtë mënyrë ne jemi në gjendje të vlerësojmë ata. Duke përdorur transkripte të njohura, të vërtetuara. Në këtë mënyrë vlerësohen aftësitë e tyre, saktësia lidhur me transkriptet e njohura dhe pastaj kemi më shumë besim për t'ju besuar atyre që të punojnë në situatën konkrete sipas përkufizimit të kontekstit forensik. Por ne nuk e kemi këtë përmbajtje të njohur. Kjo është e gjithë çështja pika kyçe e transkriptit. Pyetje lidhur me këtë, sipas njohurisë suaja, ka ndonjë formë trajnimi për transkriptim forensik? Përgjigje në këtë jetëshkrim, pyetje, jo, a ekziston? Përgjigje, mendoj që zakonisht bëhet nga njësi të ndryshme që punojnë, nuk jemi sigurt që mund të bëhet në mënyrë të pavarur dhe të gjendet një certifikat e transkriptimit forensik, por pjesa më e madhe e njësive për të cilat unë di bëjnë këtë lloj pune dhe ka një lloj trajnimi fillestar, proces trajnimi për transkriptuesit e tyre. Pyetje, faleminderit, nderuar gjykatës, do doja të paraqes këtë tabelë dhe jetëshkrimin si pro materiale. Profesor Fraser, duke pasur parasysh profilin dhe përfshirjen e mëparshme të transkriptuesve që ju tregova, në hetimet e ZPS-s, për shembull, kemi parë që njëri ishte rishikues dokumentesh, tjetri kishte një funksion mbështetës analisti, të regojnë këto një lloj afërsie midis këtyre përkthyesve dhe hetuesve të ZPS-s? A të regon kjo përbën një arsye për të dyshuar lidhur me mbështetshmërinë apo besueshmërinë e transkripteve që janë krijuar nga këta transkriptues? Përgjigje në kuptimin që atë që kam shkruar unë në raport dhe nuk po them që atë janë të pasakta. Unë po them që janë të pambështetshme në kuptimin që nuk mund të mbështetesh në to si të sakta.